Një pyetje që më ka arritur këtu thotë liberalët keq përdorin hadithin janë shkatruar ekstremistët. Zakonisht në çështjet e mesatarisë, e maturisë, kemi keq përdorim nga dy palët. Liberalët të gjitha argumentet fetare kundër ekstremizmit I përdorin për të sulmu edhe atë që është mesatar. Në anën tjetër, ekstremistët të gjitha argumentet fetare kundër liberalëve I përdorin për të sulmuar mesatarët. Edhe këtë rast mesatarët janë viktimë mes dy palëve, dhe kjo është realitet. Edhe kjo po ndodh vazhdimisht na po e shohim, se tamam ata që thrasin mesatari dhe që kundërshtojnë ekstremizmin, dhe që kundërshtojnë liberalizmin, ata zakonisht domethënë mbeten viktimë. Edhe ma tepër ata vuajnë sa vuajnë këta tjerët. Edhe realisht kjo shifet domethënë edhe me përgosin e hoxhallarëve të fundit domethënë. Shifet se tamam ata hoxhallarë që kanë bërë një thirrje të vazhdueshme, domethënë permanente, edhe në mënyrën e edukimit të njerëzve në perceptimin e fesë, por edhe konkretisht ka që kundër çdo lloji ekstremizmi dhe keq përdorimit të fesë, ose uzurpimit domethënë të disa adhurimeve për të dhënë pasqyrë të keqe domethënë mbi Islamin. Ata pse? Dhe kjo domethënë ndodh, faktikisht domethënë rrallë ndodh që ketë debat agresiv mes liberalëve dhe ekstremistëve, sikurse ka debat agresiv mes liberalëve ndaj mesatarëve edhe mes ekstremistëve ndaj mesatarëve. Andaj për të kuptuar se cila është ndryshimi I saktë, sikurse përmendëm vazhdimisht këtë emision, është që ti grumbullojmë argumentet fetare, të shohim se cila është domethënia e tyre, cila është forma që I ka zbatuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj kanë elaboruar dietarët eminent gjatë shekujve, pastaj çdo formë që del nga këto korniza është ngjatë nëse është ekstremizëm, majt nëse është liberalizëm, edhe kjo është ajo fetë që domethënë e promovojnë historikisht hoxhallarët në vendet tona dhe vazhdohen domethënë në atë formë të promovohet, do thotë me përjashtime të vogla, por realisht kjo është bërthama e thirrjes Islamit në botën, Islami edhe këtë.